Jemi këtu në qendrën kulturore shqiptare amerikane të Teksasit, në një votër të madhe shqiptarie, në një vend ku fjala dhe s'ka qenë kur pengi largësis. Prej dekadash, shqiptarët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë një zë i fortë i çështjes shqiptare, flamurtar të lirisë, të identitetit e të kombit. Në kohët më të vështira për Kosovën, komuniteti shqiptar në Amerikë organizoi protesta të fuqishme, loboi në Kongresin Amerikan, ndër personalitetet të njohura politike, duke ndihmuar në ndërgjegjësimin ndërkombëtar për padrejtësitë serbe, duke ndikuar dhe në ndërhyrjen e NATO-s në vitin 1999. E prej kretë këtyne komuniteteve, një ndër më të veçantët është ai i shqiptarëve në Teksas, edhe këtu në këtë vend të madh, në skajnë më të largët të botës. Shqiptaria ka mbijetuar ndër breza, pa ulkund, në një vend kaq larg prej Shqipërisë. Shqiptarët e Teksasit janë dëshmi e gjallë se çka do me thanë me mbajt gjallë gjakun. Fëmijët e tyne këtu rriten me gjuhën shqipe, me historinë, me flamurin. U mësohet se kush janë, e prej nga vinë, e çka do me thanë me qenë shqiptar. Ata sot janë dëshmi e gjallë se shqiptaria nuk matet me kilometra, por me thellësinë e lidhjes me ranjen. E për sa kohë ka zemra që rrahin shqip, fëmijë që rriten me flamurin kuqezi, atëherë shqiptarët e Teksasit kanë me mbet gjithmonë një pasuni që nuk matet me numra, por me shpirt, për kushtim e dashni për vendin prej nga kanë ardhur.